Kohë të përgjakshme titulloi libri i ri i autorit Maqelila. Autori tregon se vetë koha është personazhi kryesor, ndërsa në libër trajtohen shumë personazhe. Vetë koha a personazhi kryesor, asnjëherë tek që vjen e bjen e merr fshatin marr qytetin, janë kohnat që kanë ardhur komunizmi, ka ramik këtë qytet e ka ballahhtari. Pra kjo është e arsyeja. Libri është i madh se ka shumë personazhe, djej dhe viktima. E kanë hap gropa gjakut. Sot atë dëdetori pushkatimit 7 pafajshëmve. Ata që kanë lind sot 46 nuk e di janë gjallë, kusha gjallë, kjo është një ngjarje e vorrosur, jam lodh shumë për me e zjarr e për me e kallëzu si është e vërteta. E vërteta është se minimalisht, pa të Gjën Shllaku, pa të Fausti, pa të Dajani, janë krejt viktimat të fajshme. Për pa të Gjën Shllakun urdhni për eliminimin e tij ka për Titos për Jugoslavijet. Kur e kanë marrë vesh që arrestu një grup, i ka thënë kap një futje dhe ketë sa është më e rrezikshëm se 6 fishta. Atëherë kanë kapë, e kanë fut mend, edhe është viktim ekselente Gjën Shllaku. E kësaj kohë me gjak. Aty janë mëndaj Padër Mati Pranushi, Vincenz Pranushi, aty është Franu Gjini që janë personazhe mbrand, aty është Imzot Gaspar Thaçi që e kanë masakruar, ja myt klerin për ditë, e s'kishte mundësi me hap gojen. Kështu që ky libër është një dëshmi e aty në masakrave të pafajshme. Dhe më hidhen bomba në Gaza, hidhen bomba atje, vriten njerëz këtu, vriten, kanë prodhuar terrorista e kanë vrarë një qytet marr këtu. Kanë vrarë kulturë që ndërtu gradualisht e kanë vrarë grup terroristash. Promovimi i librit organizuar në ambientin e bibliotekës Zoja Shkodrës.